Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në konkursin ndërkombëtar për projektin e shtëpisë së re të fëmijëve dhe kompleksit të inspektoriateve shtetërore, një nismë që synon transformimin e rëndësishëm urban dhe institucional të kryeqytetit. Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se Shqipëria do të ketë së shpejti një stadium të ri për masave europiane, si dhe një sër veprash të rëndësishme publike që sipas tij shënoi një kapitull të ri në historinë e vendit. Pjesë e tyre janë gati për të marrë lejen e zhvillimit edhe për të filluar nga puna. Fal këtij procesi, do të kemi më në fund pas vitesh një stadium të ri për masave europiane, një tjetër vepër arkitektonike të denjë për historinë e re që po shkruajmë së bashku me këtë skuadër të jashtëzakonshme arkitektësh, bibliotekën e re kombëtare, një mjedis i shumë nevojshëm prej vitesh dhe njëkohësisht një tjetër vepër e spikatur në historinë jo thjesht të vendit tonë, por në historinë e arkitekturës bashkëkohore. Do të kemi po ashtu një kompleks të ri zyrash për administratën, për një numër të konsiderueshëm institucionesh. Do të kemi pallatin e ri të sportit, një vepër mbreslënse që në projekt mori mbështetjen konsensuale të juristë ndërkombëtare dhe një sër veprash tjera me interes të madh publik. Kryeministri njoftoi dhe ndërtimin e një kompleksi të ri zyrash në administratën shtetërore që do të strehojë një numër të konsiderueshëm institucionesh si dhe pallatin e ri të sportit. Duke u ndalur te rëndësia sociale e projektit, Rama tha se do të hapen 2 drejtime të reja për të ardhmen: krijimi i kushteve tërësisht të reja për fëmijët jetim që janë në mbështetjen e solidaritetit shoqëror dhe ndërtimi i një korpusi të ri të inspektoriateve shtetërore.